Fillon shpërndarja e abetares mbar kombëtare për nxënësit shqiptar në Maltëzi. Në shkollën fillore Mahmut Lekiç në Tuzë shpërnda abetarja mbar kombëtare për nxënësit e klasave të dyta, duke shënuar fillimin e një nisme të rëndësishme për rujtjen e forcimit të gjuhës shqipe në Maltëzi. Ceremonia u zhvillua në pranit ambasadores së Shqipërisë në Podgoricë, Jacqueline Peto, Ministrës së Arsimit të Shkencës së Inovacionit të Maltëzi, Angela Jakšić Stojanović, drejtorit të shkollës Luigjdet Vukesi dhe aktivistës humanistës së njohur shqiptare zonjës Emina Çmula. Nisma është rezultati i bashkëpunimit të Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve në Maltëzi dhe Ambasadës së Republikës së Shqipërisë me mbështetjen e Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme të Shqipërisë dhe Ministrisë së Arsimit të Maltëzi. Pas miratimit nga një komision i posaçëm i ngritur nga Ministria e Arsimit, u mundsua shpërndarja e abetares në gjitha shkollat fillore ku zhvillohet mësimi në gjuhën shqipe. Në koordinim të Ambasadës së Shqipërisë, shpërndarja e abetares do të vazhdojë në ditët në vijim në gjitha shkollat me mësim shqip në Maltëzi. Abetarja mbarkombëtare do të përdoret si mjet shtesë. Hapat e ndjekur deri në leximin e kësaj nisme është ai kombëtar në bashkëpunim me ambasadën është drejtuar Ministrisë së Arsimit në kërkesë për miratimin e përdorimit të abetares mbarkombëtare për filloristët shqiptar në Maltëzi.